Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmi. Çdo musliman ka të drejtë të puthi kokën e Abdullah ibn Hudhafes, edhe unë i pari e bëj këtë. Umer ibn Latabi, heroi i tregimit ton, është njëri nga sahabët i cili quhet Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmi. Historia ka mundësi të kaloj para këtij njeriu, ashtu sikur se kaloi para miliona arabëve, para tij, pa i përmendur fare. Mirpo, Islami madhështor i ka bëri të mundur Abdullah ibn Hudhafes të takohet me dy sundimtarët e botës asaj kohe, Kisran e persianëve dhe Cezarin, perandorin e romakëve, dhe me secilin prej tyre të ketë nga një ndodhi, të cilat do t'i ruaj kujtesa e kohës dhe do t'i rrëfej historia. Ngjarja e tij me Kisran e persianëve ndodhi në vitin e 6 të Hijretit, kur pejgamberi alayhi selam vendosi t'i dërgojë disa prej sahabëve të vet me mesazhe mbretërve dhe perandorëve të huaj, me anë të cilëve i ftoi në fenë islame. Muhamedi alayhi selam ishte i vetëdijshëm për rrezikun që mbarte me vete ky mision. Emisarët e tij do të shkonin në vende të largëta, të cilat nuk kishin pasur rast t'i vizitonin më parë. Ata nuk kishin njohuri për gjuhët e atyre popujve dhe as nuk u dinin temperamentin mbretërve të tyre. Pastaj do t'i ftonin ata mbretër të braktisnin fetë e tyre dhe të hiqnin dorë nga pozitat dhe pushteti që mbanin dhe të hynin në fenë e një populli, i cili deri dje ishte i nënshtruar prej tyre. Vërtet ky ishte një udhtim i rrezikshëm. Ai i cili merrte guximin të nisej në atë rrugë ishte i humbur, ndërsa ai që kishte fat të kthehej prej saj ishte i lindur për së dyti. Prandaj pejgamberi alayhi selam i tuboi shokët e vet dhe u foli atyre. Pasi falënderon Allahun siç e kishte zakon, ju drejtua sahabëve të vet me këto fjalë: unë dëshiroj t'i dërgoj disa prej jush të mbretërit e huaj, prandaj mos polemizoni me mua ashtu siç polemizuan të bijtë e Izraelit rreth Isait, të birit të Merjemes. Sahabët ju përgjigjen: o pejgamberi i Allahut, ne jemi në gjendje të kryejmë çdo urdhër tëndin, dërgona kudo që dëshiron ti. Pejgamberi alayhi selam i dërgoi 6 prej sahabëve të mbartnin mesazhet e tij të mbretërit arab dhe ata jo arab. Në mesin e tyre ishte dhe Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmi. Ishte emisari i pejgamberit alayhi selam, që mbarte mesazhin e tij te Kisra i Persisë. Menjëherë pas udhëzimeve të marra nga pejgamberi alayhi selam, Abdullah ibn Hudhafe e përgatiti devën e tij, u përshëndet me bashkëshorten dhe fëmijët dhe u nis në misionin e tij të shenjtë, duke kaluar në përmale të larta dhe rafshina, i vetmuar, nuk ishte me vetë askënd përveç Allahut. Pas një udhëtimi të gjatë dhe të mundimshëm, arriti në kryeqendrën e Persisë, në pallatin e perandorit. Kërkoi leje për të hyrë tek perandori dhe u tregoi ndihmësve të tij për mesazhin që kishte me vete. Kur Kisra mori vesh për këtë, u vesh me stolit më të bukura perandorake dhe e ftoi parin dhe njerëzit më me autoritet të marrin pjesë në mexhlisin e tij. Ata ju përgjigjen ftesës. Pastaj urdhëroi që t'i lejohet Abdullah ibn Hudhafes të hyjë në pallatin e tij. Abdullah u hyri tek perandori i persianëve, i veshur me xhelabien e tij të hollë dhe me shallin e tij të bardhë prej materialit të vrazhd, në të cilin dukej modestia arabe. Megjithatë, ai ishte kryelart, i vendosur. Në tërë trupin e tij ndjente fuqinë e Islamit dhe në thellësinë e zemrës së tij vlonte krenaria e imanit, e besimit. Posa e pas se ishte nisur në drejtim të tij, Kisra i dha shenjë njërit prej njerëzve të tij që t'ia merrte mesazhin prej dorës, po Abdullahu i tha: jo, mua më ka urdhëruar i dërguari i Allahut që këtë mesazh ta dorëzoj ty, personalisht në dorë, dhe unë nuk mund ta shkel urdhrin e të dërguarit Allahut. Atë Kisra ju drejtua njerëzve të tij: lëreni të afrohet pranë meje. Abdullahu ju afrua Kisras dhe ja dorëzoi mesazhin e pejgamberit alayhi selam me dorën e vet. Kisra dha urdhër që të vijë një çatip arab prej banorëve të hires. Për një çast hyri çatipi, dhe Kisra e urdhëroi ta hap mesazhin para tij dhe t'ia lexojë atij, në të cilën përveç të tjera shkruante: me emrin e Allahut, mëshiruesit, e mirëbërësit, prej Muhamedit, të dërguarit Allahut, deri te Kisra, të madhit Persis. Paqja qoftë mbi atë që i përmbahet udhëzimit. Po sa dëgjoj vetëm këtë pjesë të mesazhit, në zemrën e Kisrës gufoi hidërimi si zjarri. Fytyra e tij u skuq dhe i gufuan damarët për arsye se pejgamberi alayhi selam kishte filluar mesazhin me emrin e vet. E tërhoqi mesazhin prej dorës së çatipit të vet dhe nisi ta shqyej, pa e ditur fare se ç'përmbajtje kishte në vazhdim.
e ndërkohë nisi edhe të bërtas. Mua të më shkruaj kështu, e ai është robi im. Pastaj dha urdhër që Abdullah ibn Hudhafe të nxirret prej mexhlisit të tij dhe ashtu veprua. Abdullahu doli prej mexhlisit të Kisras dhe nuk dinte se çka do të bënte Allahu me të. A do të mbytet apo do të lihet i lirë? Mirë, po pasi mendoj një çast tha: "Pasha Allahun, le të ndodh me mua çka do qoftë, pasi që unë e dorëzova mesazhin e pejgamberit alayhis salam." Nuk vonoi, i hipi devesë dhe u nis. Pas një kohe, Kisra si kaloi hidhërimi. Urdhëroi që të hyjë tek ai Abdullahu, por ai nuk ishte. E kërkua në të gjithë anët, por ai i kishte humbur pa shenjë dhe pa gjurmë. E kërkua në rrugën që shpinte drejt gadishullit arabik, por më kot. Ai kishte shkuar. Kur kishte arritur në Medinë, pas një udhëtimi të mundimshëm, Abdullahu paraqit tek pejgamberi alayhis salam dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur me Kisrën dhe shqyrjen e mesazhit. Atëherë pejgamberi alayhis salam tha: "Allahu ja shkatërroft perandorin." Ndërkohë Kisra i shkruajti Badhanit, mëkëmësit të tij në Yemen: "Dërgoje atij njeriu që është paraqitur në Hijaz, 2 njerëz të fuqishëm nga ana jote, dhe urdhëroi ata të ma sjellin mua." Pa humbur kohë, Badhani dërgoi 2 njerëz të fuqishëm nga më të afërmit e tij tek pejgamberi alayhis salam dhe me vete u dha një letër në të cilën kërkonte prej tij të nisej së bashku me ata për t'u takuar me Kisrën pa u punuar. Në bisedë me ta, Badhani kërkoi prej tyre që ta hulumtoi çështjen e pejgamberit alayhis salam dhe t'i sjellin atij informata më të plota për të. Ata u nisën dhe pas një kohe arritën në Taif. U takuan me disa tregtarë të Qurayshit dhe në bisedë sipër i pyetën ata edhe për Muhamedit alayhis salam. Ata u përgjigjen se ai gjendet në Yatrib. Tregtarët e Qurayshit vazhduan rrugën e tyre të gëzuar e të kënaqur dhe filluan t'i përgëzonin Qurayshitët me këtë fjalë: "Gëzohuni, sepse Kisra do t'i kundërvihet Muhamedit dhe do t'ju kursej prej sherrit të tij." Ndërkohë, të 2 njerëzit u drejtuan ka Medina dhe pas një udhëtimi të gjatë arritën atje, e takuan pejgamberin alayhis salam dhe ja dorëzuan letrën e Badhanit duke i thënë: "Mbreti i mbretërve, Kisra, i shkroi mbretit ton Badhanit të dërgoj dikë që të çojë ty deri tek ai. Ne kemi ardhur që të nisesh me ne. Nëse vjen, do t'i flasim Kisras për atë që është në të mirën tënde dhe të kursej nga keqtrajtimet dhe torturat. Nëse e refuzon këtë, ti e njeh fuqinë dhe vrazhdësinë e tij për të shkatëruar ty dhe popullin tënd." Pejgamberi alayhis salam buzëqeshi dhe u tha atyre: "Vehuni sot tek devet tuaja dhe janë nesër tek unë." Kur erdhën të nesërmen tek pejgamberi alayhis salam me pyetën: "A je përgatitur të thosh me ne për të takuar me Kisrën?" Pejgamberi alayhis salam u përgjigj: "Nuk do të takoni Kisrën pas sotit. Atë e vrau Allahu, atë e përmbysi prej pushtetit i biri, Shirevehi, në këtë natë dhe në këtë muaj." Ja hodhën një vështrim fytyrës së pejgamberit alayhis salam dhe dukeshin shenjat e habis në fytyrat e tyre, pastaj thanë: "A e di se çfarë je duke thënë? Ati shkruajnë Badhanit për këtë." Pejgamberi alayhis salam u aktheu: "Po, thojini po ashtu, se feja ime do ta mbuloj tërë territorin e perandorisë së Kisrës. Nëse e pranon fenë islame, do të ta jap atë që është nën sundimin tënd dhe do të bëj sundues të popullit tënd." Dolën prej pejgamberit alayhis salam dhe u nisën të shkojnë te Badhani për ta informuar për tërë atë që kishin parë dhe dëgjuar. Pasi dëgjoi Badhani me vëmendje u tha: "Nëse ajo që ka thënë është e vërtetë, atëherë ai është pejgamber. E nëse jo, atëherë ne do të kemi tjetër qëndrim ndaj tij." Nuk shkoi shumë kohë dhe Badhanit i arriti letra e Shirevehit, në të cilin shkruante: "Ju bëj me dije se unë e kam mbytur Kisrën dhe këtë nuk e kam bërë për asgjë tjetër, por vetëm në shenjë hakmarrjeje për popullin tim. Ai lejoi mbytjen e njerëzve më të ndershëm, e gratë e tyre i merrte robëresha dhe u konfiskonte pasurinë. Posa të arri letra ime, bindi urdhrit tim, ti dhe të gjithë ata që janë me ty." Posa përfundoi Badhani letrën e Shireveit, e hodhi në një anë dhe e shpalli pranimin e fesë islame, dhe me të e pranuan islamin të gjithë persianët që ishin në Yemen. Kjo ishte ngjarja që kishte ndodhur në takimin e Abdullah ibn Hudhafes me Kisrën e Persisë. Cila ishte ngjarja që kishte ndodhur në takimin me Cezarin, të madhin e Romës, Bizantit? Takimi i tij me Cezarin ndodhi gjatë sundimit të Omerit ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu. Ai takimi ishte prej ngjarjeve më madhështore në histori. Në vitin e 19 të Hijretit, Omeri radhiyallahu anhu dërgoi një ekspeditë ushtarake për të luftuar kundër romakëve, në të cilën ishte edhe Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmiu. Cezari ishte informuar për motivacionin dhe moralin e lartë
me të cilin njiheshin ushtarët musliman, si dhe besimin e madh që kishin ata në luftën e tyre në rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij. Cezari urdhëroi ushtarët e tij që nëse e zënë rob ndonjë ushtar musliman, t'ia sillin të gjallë. Deshi Allahu që Abdullah ibn Hudhafe të zihet e robë dhe të bie në duart e romakëve. Ushtarët e dërguan tek perandori i tyre dhe i thanë: "Ky është një prej sahabëve të parë të pejgamberit alayhis salam. Me duart tona e zum rob dhe u asollëm juve." Perandori romak e shikoi gjatë Abdullah ibn Hudhafen e pastaj tha: "Unë të ofroj ty një gjë." Abdullahu e pyeti: "Ç'është ajo?" Perandori u përgjigj: "Të ofroj të bëhesh i krishter. Nëse e pranon këtë, do të lë të lirë dhe do të nderoj me çfarë do pozite të duash." Robi, Abdullahu, ju përgjigj me krenari dhe vendosmëri: "Larg asaj. Vdekja për mua është 1000 herë më e dashur se ajo që më ofron." Cezari ja ktheu: "Unë po shoh se je njeri i mençur. Nëse më përgjigjesh në atë që të ofrova, do të jesh pjesëmarrës në konzën time dhe do ta ndajmë së bashku pushtetin tim." Robi i lidhur me pranga buzëqeshi dhe tha: "Të betohem në Allahun se, sikur të madhuroje tërë pasurinë tënde dhe tërë pasurinë që kanë arabët, me qëllim që ta braktis fenë e Muhamedit alayhis salam, për aq sa vetëm një herë lëviz syri, nuk do ta bëja kurrë." Kur e pa kokforcinë e tij, perandori tha: "Atëherë do të mbys." Abdullahu ja ktheu: "Bëj ç'të duash." Perandori urdhëroi që të kryqëzohet dhe i tha xhelatit në gjuhën romake: "Hidheni afër duarve të tij." I ofronte atij të bëhej i krishter, mirë pa i refuzoi. Atëherë i tha: "Hidheni afër këmbëve të tij." I ofronte ta braktiste fenë e vet, por ai prapë refuzoi ofertën. Perandori urdhëroi të heqin dorë prej tij. Kërkoi prej xhelatit ta zbres nga terrasa e kryqëzimit. Pastaj kërkoi t'i sjellin një vorp të madhe, të cilën e mbushën me vaj dhe e vun mbi zjarr derisa bloi. Pastaj i mori 2 musliman të zënë robër dhe urdhëroi që njëri prej tyre të hidhet në të. Por një çast i tërmishi ju shkri dhe ju paneshtrat. Perandori ju drejtua Abdullah ibn Hudhafes dhe i ofroi përsëri të bëhet i krishter, por këtë herë refuzimi i tij ishte edhe më i fuqishëm se herët e tjera. Pasi humbi çdo shpresë do ta braktiste fenë islame, urdhëroi ta hidhnin në vorbën e mbushur me vaj të bluar, në të cilën gjeti vdekjen shoku i tij musliman. Në momentin kur e morën ta hidhnin në të, i lutuan të dy syt. Njerëzit e Cezarit e vërejtën të dhe i thanë: "Robi po qan." Perandori mendoi se ai po qan nga frika se po i dhimbse jeta, prandaj urdhëroi dhe tha: "Kthejeni tek unë." Kur e sollën përpara, i ofroi të bëhet i krishter, por Abdullahu përsëri refuzoi. Atëherë perandori e pyeti: "Me det për ty, ç'është ajo që të shtyu të qash?" Abdullahu u përgjigj: "Ajo që më bëri të qaj ishte se thash me vete, të hedhi në këtë vorb dhe të del shpirti. Do të dëshiroja që të kem aq shpirtra sa është numri i qimeve në trupin tim, dhe të gjithë ata të hidhen në këtë vorb, në rrugën e Allahut." Diktatori atëherë i tha: "A do ta puthësh kokën time të të liroj?" Abdullahu ju përgjigj: "Me kusht që t'i lirosh edhe të gjithë ushtarët musliman të zënë robër." Cezari u përgjigj: "Po, do t'i liroj dhe muslimanët e zënë robër." Abdullahu tregon: "Thash me vete, ta puth kokën e njërit prej armiqve të muslimanëve dhe të lirohem unë dhe të gjithë muslimanët e zënë robër, ky ndoshta nuk është mëkat i madh për mua." Pastaj ju afroi atij dhe ja puthi kokën. Atëherë perandori romak dha urdhër që të tubohen të gjithë muslimanët e zënë robër dhe të lirohen. Pas lirimit nga robëria, Abdullahu shkoi tek Omer ibn al-Hatabi radiallahu anhu dhe i lajmëroi për këtë. Dhe Omeri u gëzua shumë. Pasi i pa robrit u tha: "Është detyrimi çdo muslimani ta puth kokën e Abdullah ibn Hudhafes", dhe unë filloi i pari. Pastaj u ngrit dhe ja puthi kokën.